Më 19 prill është finalja e reality show-t më të madh në Shqipëri, Big Brother VIP Albania, e cila premton surpriza për publikun. Gjithçka po bëhet gati për spektaklin që premton të jetë një ngjarje e madhe televizive e cila shikohet kudo ku ka shqiptar. Moderatori Big Brother VIP Ledion Liço zbuloi disa detaje për përgatitjen për finalen e madhe. Përgatitjet për këtë fazë që jemi janë të tilla që ke një listë të gjatë që duhet të bësh, e cila vetëm shtohet, ndryshon, evolon. Po kaloj mirë natyrisht, me pak orë gjumë, me shumë orë lodhje dhe djers. Shpresoj që moti të mbaj se ndryshe nga herët e tjera, jemi pak të prekur nga kushtet atmosferike. Jo se s'kemi qenë herët e tjera, por këtë vit kemi hapur 2 studio. Edhe për publikun që do të vi ta shoh programin këtu, ne jemi pikërisht në atë që do të quhet Studio 2. Është një studio me tavan qielli, varemi pak nga moti. Me shpresë që nuk do të ketë re, do të jemi në çatin e yjeve, yje poshtë, yje lart, yje gjithandej. Do të ketë shumë surpriza. Ajo që do të ndodhë ndryshe nga edicionet e mëparshme është se surprizat s'do të kenë domosdoshmërisht lidhje vetëm me finalistët. Do të ketë performanca dhe pjesëmarrje të artistëve të njohur dhe jo vetëm. Do të ketë surpriza shumë të bukura me pjesëmarrje të njerëzve të njohur dhe të panjohur që do të jenë qershia mbi tort në udhëtimin e gjatë të 4 fatlumve që vijojnë të jenë afër nesh. E kemi konceptuar pjesën jashtë. Në edicionet e kaluara thuaj emri fituesit. Në një hapësirë ku njerëz që duan ta shijojnë nga afër programin, jo nga rehatja e shtëpisë apo vendi ku mblidhen me miqtë dhe familjarët, ta bëjnë pikërisht këtu. Në botë ekziston kjo ideja që gjenerata Z e quan viewing party. Një mbledhje ku ti shikon një program, por jo vetëm aq. Këtu do të ketë performancë muzikore, të cilat do ta kthejnë gjithë këtë në një koncert të vërtet 6 orë. Fatmirësia jon këtë edicion është se kishim artistë të jashtëzakonshëm. Kemi patur edicionin me më shumë artistë të cilët kanë prodhuar këngë brenda apo sapo kanë dalë nga shtëpia e Big Brother VIP. Hitet e të gjithë këtij edicioni do të këndohen dhe përcillen me dashuri nga i gjithë publiku i cili vjen nga gjithandej. Kam dërguar për organizime nga qytetet të Shqipërisë, por edhe nga Kosova. Është duke ndodhur e njëjta gjë për të ardhur për të parë. Fatmirësisht, vendi mban, por biletat janë të reduktuara. Vendi është i madh, por jo aq i madh. Biletat mund t'i gjeni lehtësisht online. Çdo gjë ka kaluar online tani. Nëse jeni akoma me të vjetrën dhe doni ta merrni biletën fizikisht, janë 2 vendodhje, Zyrat në Kashar dhe Arena Center. Praktikisht është e lehtë për ta marrë. Bileta ka një çmim simbolik. Qëllimi është të mblidhemi së bashku, jo vetëm ne që kemi jetuar çdo ditë me këtë përvojë, por jam i bindur që publiku për çdo banor është kthyer në një tifoz të jashtëzakonshëm dhe tifozeria këtë vit ka qenë një ndër më të mirat e të gjithë edicioneve, tha Liço. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.